është studimi tjetër që kam 2 vjetë që është bërë, ne kemi gjetur plastika, mikroplastika le të themi, që janë parë me mikroskop në sperm dhe në lëngun folikular të vezës. Vërtet. Mikroplastika. Mikroplastika tashmë na kanë hyrë në organizmin tonë dhe i kemi aty. Deri aty? Pra janë gjetur dhe janë zbuluar. Po, dhe ky ndoshta është studim më i madh që ka bërë më shumë bujë mediatikisht për stilin tonë të jetesës. Do ngjizësh jetë, po ndërkohë me çfarë? Me mikroplastika? Po, a ka çfarë efekti është ka? Këto ngelen për tu parë. A ka efekt në materialin tonë gjenetik? Për shembull, ndikon te kromozomet dhe rrit riskun për anomali kromozomike, rrit riskun për abort spontan pastaj, rrit riskun për infertilitet. Kështu që, por ka bërë ngelet për tu parë në dinamikë, sa është impakti, sa ndikon, por janë në një vend që nuk duhet ishin. Ne nuk duhet kishim mikroplastika aty. Dhe kjo vjen sepse sot edhe peshku besoj në det ha mikroplastika, se ne çdo shishe, çdo gjë e hedhim në det dhe si të kujdesshëm. Edhe e kemi diskutuar. Po, dëmtimi i ambientit. Ajo shishja e ujit kur ne hapim atë tapën, po ta shikosh ajo grimcon dhe një 2-3 po ta shikosh mund të bien brenda në shishe dhe ti pi çdo ditë. Kafen e mëngjesit mund ta marrësh, qep koha e Covidit që mësuam ta merrni me ato gotat plastike hë për sterilitet, por harruam që ajo gota plastike kur bie në kontakt me të nxehtën lëshon.